Miqtë mi, përshëndetje, sot jam këtu në Vlorë dhe do të shohim bashkë një video shumë të bukur këtu nga qyteti i bukur i Vlorës. Kam ardhur pak herët sot sepse dua ta shoh qytetin me rrezet e diellit, të cilat sot shkëlqejnë dhe vezollojnë këtu në qytet. Pastaj gjatë mbrëmjes do t'ju shfaq edhe pamjet e tjera të qytetit të Vlorës me dritat e festave, me atmosferën festive, nëse është e bukur në krahasim me qytetet e tjera të Shqipërisë, të cilët i kemi shfaqur vazhdimisht këtu në kanal nëpërmjet videove tona. Kështu që nëse ju pëlqen kjo video, më lini një like dhe një koment, do të ishte diçka e mirë për ne që të kuptojmë. Nëse ju pëlqen videot, nëse dëshironi të shihni diçka tjetër, një sugjerim, një mbështetje për ne, një opinion apo një koment fare i rastësishëm për atë çfarë do të shihni këtu nëpërmjet kësaj videoje. Ecim bashk, e komentojmë videon e koreale dhe shohim pamjet e bukura sot këtu nga qyteti i Vlorës, e cila është një ditë pothuajse pranverore. Siç e zilsova edhe në fillim të videos, është një ditë plot diell dhe ngrohtësi. Pothuajse është një ditë pranvere me këto temperatura kaq të ngrohta që kanë qenë këto 2-3 ditë, por sot është akoma më ngrohtë. Dhe të imagjinosh që jemi në gjysmën e dytë të dhjetorit, pothuajse kemi hyrë në kulmin e dimrit dhe temperaturat këtu në Shqipëri të paktën janë shumë të ngrohta ose janë shumë të mira për shëtitje, për dalë apo për aktivitetet tjera. Ndaj dhe erdha pak herët sepse doja t'ju shfaqja qytetin me dritë, sepse zakonisht videot i realizojmë gjatë mbrëmjeve për të shfaqur dritat, por duke qenë se Vlora është një qytet që është shumë e bukur edhe ditën për arsye të detit, mendova që të vi pak herët dhe t'ju shfaq pamje të Vlorës edhe të pjesës së Bregdetit. Ky është bulevardi Ismail Qemali, i cili të dërgon afër Lungomares, ose më saktë të dërgon drejt për drejt, nëse vazhdojmë drejt, nëse është hapur ajo pjesë e rrugës, sepse po bëhen punime, të dërgon tek Vlora Marina, e cila ka nisur punimet, por nuk e di se çfarë faze është aktualisht. Edhe njerëzit kanë hequr edhe xhupat dhe i mbajnë në dorë për shkak të temperaturës kaq të ngrohtë që është këtu në Vlorë sot. Do të na duhet të kalojmë tek pjesa e rrugës tani, sepse pjesa e bicikletës përfundoi aty dhe këtu me pak kujdes do të na duhet të futemi tek ky rrethortullim dhe të shkojmë drejt Lungomares. To e të fiksoja disa pamje të Bregdetit me rrezet e bukura të diellit që sot me të vërtet shkëlqejnë dhe duket shumë bukur. Do të mundohem të shkëpus sa më shumë pamje në mënyrë që t'ju përcjell juve nëpërmjet kësaj videoje. Është një video e cila mendoj se do të preferohet shumë nga ndjekësit, duke qenë se Vlora është një nga qytetet që gjithmonë kur postojmë video këtu, kur shfaqim pamje këtu në këtë qytet, vere edhe shoh që ka shumë njerëz që i preferojnë këto lloj videosh, ndaj dhe preferova sot që me anë të kësaj video, e cila do të jetë shumë e kompletuar, pra do të jetë një video ku do të shohim pamje gjatë ditës,
pasdite, në mbrëmje. Edhe mendoj se do të jetë një video interesante për shikuesit që na ndjekin këtu në kanal. Është ky park i vogël këtu afër Vlora Marina. Siç edhe po duket, tashme shohim edhe ndërtesat që po bëhen tek Vlora Marina. Nëse duhet kanë ecur punimet së fundi. Ndërsa në pjesën ballore tashme të videos shohim këtë kodrin ku nëse hipim sipër mund të shohim një pjesë të mirë të qytetit nga ajo lartësia aty. Dhe vërtet është shumë bukur. Por gjithsesi pamjet e dronit e kompletojnë këtë pamje dhe japin imazhe shumë të bukura nëpërmjet lartësisë, nëpërmjet pamjeve të dronit. Që këtu, që te kjo pjesë fillojnë dhe ndërtesat e Vlora Marinës. Nëse shihni është vendosur dhe një logo aty, Vlora Marina. Do të jenë komplekse luksoze ato. Pase mund të ketë njerëz që edhe mund të kenë tikën blerë paraprakisht, ose mund të kenë pernatuar aty. Nuk e kam idenë ase sa është shitur metri katror, ase çfarë hysh tek, por mendoj se do të jetë diçka që do duket bukur këtu në këtë pjesë të qytetit. Tani do të mundohem që të bëj disa pamje me dron. Megjithëse këtu në Vlorë është shumë vështirë për arsye se ka bllokim të zonës për të përdorur një dron, por të shohim, e kam hasur këtë vështirësi edhe herë tjera, është një zonë që kërkon një akses dhe kërkon që ti të bësh disa lëvizje në mënyrë që të pranosh të drejtat e fluturimit këtu në Vlorë. Të shohim nëse do të arrijmë që ti bëjmë pamjet. Është një zonë, nuk e di nëse shihet nga monitori sepse është edhe shumë dritë. Është një zonë që kërkon të pranosh disa rregulla në mënyrë që të fluturosh këtu në Vlorë. Le të provojmë një herë. Është ngritur. Kur ka zona të tilla, normalisht do duhet që ta mbajmë pak sekonda dronin ulët, në mënyrë që nëse ka ndonjë problem, droni të ulët shumë lehtë afër zonës ku ti po bën fluturimin, ose të aplikoj një ngritje shumë të ngadalë të dronit, në mënyrë që të shohim nëse ka bllokim ose ndonjëherë nëse ka kapje të dronit, sepse janë disa po e quajnë thithës që e thithin dronin dhe ta marrin. Duhet pastaj është një mënyrë, një metodë që mund ta kalosh në manual mod dronin dhe mund ta rikthesh, por mua më ka ndodhur kjo lloj gjë, nuk po e them se ku, po këtu në Shqipëri janë disa zona që është shumë e ndaluar ose dronët bllokohen ose thithen. Është një pajisje e tillë që vendoset nga këta persona ose këto institucione, po them. Tani vendosim edhe cilësinë që do duam ne që të realizojmë, të bëjmë videon. Gjithmonë unë përdor cilësinë maksimale 4K HDR. Atëherë shohim dronën nga lart, shohim Vlorën nga lart. Disa herë më ka ndodhur që këtu në Vlorë ka probleme me sinjalin. Pra, shumë i vështirë pilotimi këtu. Nëse keni vënë re, shumë pak pamje me dron ka në Vlorë, edhe nga vlogër të tjerë apo përdorues të tjerë të dronit.
Këtu në Vlorë është një nga zonat që është më e vështira për të realizuar video me dron nga lartësia. Jemi në lungomare. Nuk është se do dërgoj shumë larg dronin, siç bëj shpesh herë, sepse është një zonë që është disi e kufizuar, mund të them, për lejimin e përdorimit të dronit dhe lartësia që po përdoren aktualisht është rreth 45 metra. Kjo është më e rëndësishme, pra nuk lejohet që të përdorësh lartësi të mëdha, sepse konsiderohet si zonë ku mund të kalojnë avion, po themun. Deri tani nuk është ende në funksion pjesa e aeroportit, por kam përshtypjen që pasi të filloj aeroporti i Vlorës, do të jetë shumë e vështirë për të realizuar pamje me dron këtu në Vlorë. Ose pastaj do të përdoret metoda në manual mod, jo në auto mod apo GPS mod. Pra, i bie që pastaj të heqim GPS-in. Por kjo pastaj rrezikon dronin, sepse nëse heqim GPS-in, përdorimin e GPS-it, i bie pastaj që nëse dronit i përfundon bateria ose ka ndonjë problematik, i bie pastaj që do duhet shumë kualifikim në përdorimin e dronit që ta rikthesh mbrapsh. Pra do duhet të jesh shumë i kualifikuar dhe do të kesh bërë shumë praktik në përdorimin e dronit, në mënyrë që dronin pastaj ta rikthesh në procesin manual. Përveç pjesës së detit, nuk është se ka ndonjë gjë interesante për ta shfaqur Vlorën nga lartësia. Pra, këtu në këtë pozicion ku po shohim, thjesht mund të shohim ndërtesat dhe një pjesë të qytetit, por nuk është se ka ndonjë pamje shumë interesante dhe shumë të bukur, siç mund të ketë për shembull në ndonjë qytet tjetër. Më pëlqen shumë kur ta përdor këtë lloj procesi, e quaj është në formën e orbitit, ku droni pak a shumë vjen për qark një zone dhe kjo është një nga metodat që unë e aplikoj shumë kur përdor dronin. Kjo është një pamje shumë e bukur e Vlorës. Disa pamje të cilat do t'i mbaj për arkiv. Me gjenë të shohim edhe stadiumin flamurtar i këtu. Pjesa tjetër e qytetit. Aktualisht jam në 118 metra lartësi. Kur e shikon kështu duket sigur nuk je shumë lart, por realisht parametrat e dronit tregojnë që je 120 metra lartësi. Besoj se tani kjo do të jetë pamje shumë e bukur. Ju pëlqejnë pamjet e dronit, pamjet nga lartësia. Storage full. Nëse duhet të heqim ndonjë material të vjetër që nuk na duhet ose e kemi përdorur. Ja, për shembull, po heqim disa pamje që i kam përdorur më herët dhe nuk më duhen më.
Pas tyre pamjeve kaq të bukura, lartësia, vazhdojmë dhe eksplorojmë Vlorën në një ditë të bukur si kjo e sotmja dhe të shohim pjesë të tjera të qytetit. Ky është edhe quhet pra njihet si porti i barkave të vogla, i barkave turistike. Por shoh që të një që ka bosh komplet, nuk pas ka asë dhe një bark apo një të vogël apo skaf, sepse jemi në dimër pra. Ata sillen këtu rreth muajit maj dhe largohen që këtu paka shumë në fund të tetorit ose fillim të nëntorit. Ky është sheshi këtu tek Lungomare 1. Siç po duket këtu nuk është se pas ka dekor të festave, mbase mund të jetë vendosur tek lagja Moradia ose pjesë të tjera të qytetit, por kisha përshtypjen që këtu do të kishte pemë të vitit të ri, por nuk pas ka. Si gjithmonë edhe vetë po i shoh pamjet për herë të parë, nuk se bëra ndonjë xhiro paraprakisht, por thjesht erdha. Lehtësisht gjeta parkim sot, ndryshe nga herët e tjera, gjeta shumë kollaj parkim, kishte plot vende për parkim tek bulevardi Ismail Qemali. Nuk e kisha parë aq të lehtë ndonjëherë parkimin aty. Shikoni çfarë pamje e bukur është kjo, më pëlqen shumë kjo pamje me rrezet e diellit. Është një pamje vërtet shumë e bukur, spektakolare. Pa bicikletë këtu në Vlorë është shumë vështirë që të kesh mundësi të aksesosh të gjitha zonat për t'i shfaqur nëpërmjet videos, sepse ka shumë distancë nga njëra zonë në një zonë tjetër. Dhe gjithë të afrohem edhe afër tunelit, ujtë ftohtë. Dhe pras të presim mbrëmjen, sepse dua të shfaq pamje edhe në mbrëmje me dritat e festave, që deri tani nuk është se kam parë ndonjë dekor. Pra duket thjesht për dekorin, duket thjesht një ditë normale këtu. Nuk e se shoh ndonjë vendosje të dritave të festave. Nuk dini se shkëlqen nga rrezet e diellit, por po shoh që këto llampadarët ose këto dritat këtu në Lungomare kam përshtypjen që janë ndërruar. Gjithsesi do t'i shohim në mbrëmje nëse duket më ndryshe ose duket më bukur shëndetoria. Pemët një nga një pothuajse janë hequr të gjitha. Shikoni këto gropat. Këtu ka patur pemë, por nuk janë më. Janë hequr. Një po, 5 jo.
Këto janë pamje këtu nga qyteti i Vlorës. Mendoj se janë pamje shumë bukura dhe janë pamje pranverore për të mos të përsëritur më, sepse u bë hera e dytë që po e them këtë gjë, por vërtet është një ditë shumë e ngrohtë dhe jam kurios tani të shoh dhe temperaturën se sa tregon temperatura, duke qenë se këtu kanë vendosur dhe pamjen ku mund të shoh xhirimin. Thjesht më duhet pak sekonda. 14 gradë. Pra temperatura 14 gradë rrezaton dielli sot këtu në Vlorë. Ndaj dhe nxitova sot sepse pash që ishte koha shumë e mirë dhe erdha shpejt, sepse doja të shfaqja këto imazhe të cilat po i shihni tani këtu nga qyteti i bukur i Vlorës. Dhe vërtet, Bregdeti është unikal, këtu është shumë i bukur. Është dhe i qetë sot, shikoni duket vaj fare. Është shumë det i qetë, dal nga dal dielli po perëndon. Besoj se do të jenë 10 minutat e fundit dhe dielli për ditën e sotme do të perëndojë. Mirë pra, atëherë më thoni diçka, një përshtypje, një koment këtu tek komentet, tek sektori i komenteve, është shumë e rëndësishme për mua sepse dua të kuptoj se çfarë mendimi keni për pamjen që po shihni këtu nga qyteti i Vlorës ditën e sotme. Ja, tek erdha tek një zonë shumë e bukur e Vlorës, siç quhet edhe Lungomare 2. Erdha lehtë dhe shpejt, fal bicikletës. Sepse nëse do të nisësh në këmbë aty ku isha herën e fundit, ku ju shfaqja pamjet pak më parë, do të më duhej të paktën 40 apo 45 minuta që të vija këtu. Por fal bicikletës, erdha për 5 minuta. Më pëlqen shumë kjo zonë, ndaj dhe e kam shfaqur edhe herë tjera në videot e kaluara. Është një zonë ku perëndimi i diellit duket vërtet shumë bukur. Ja ku po ndodh dhe perëndimi i diellit. Kemi ardhur fiks në momentin e duhur. Edhe dallgët e detit, një relaks. Një relaks vërtet meditues. Edhe njerëzit që kanë atë artin e peshkimit. Është një art në vetë, peshkimi, gjuetia. Janë disa, po i quajnë disa profesione ose disa hobi që disa njerëz i kanë shumë të domosdoshme për relaksimin e tyre. Shumë e qetë Vlora sot, pa shumë zhurmë, e pastër. Ndërkohë po qëndroj pak këtu sepse më pëlqen shumë kjo pamje. Pjesa e peshkimit më pëlqen, pavarësisht se nuk e aplikoj asnjëherë, as nuk e kam idenë se si mund të funksionoj, por kur shoh të tjerët, me vërtet duket shumë relaksuese dhe duket diçka motivuese. Nëse do ta provoja, vërtet do të ishte diçka shumë e bukur. A i bie? Apo iq? E? Vogla, a? Art në vete peshkimi? E? Peshkimi, thëm. Art në vete. Si ndatë me gjuetinë, po aty. Sport. Është më mirë kur është i qetë deti për peshkim? Se ne gjuajmë shumë më tapë. Po, është më mirë kur është i qetë, ë? Hajde, kalof si bukur.
pak deri tek tuneli. Ujë të ftohtë. Kush është kjo? Në këmbë nuk do të kishte shans që të realizoja këto pamje kaq shpejt. I realizon, jo se nuk i realizon, por do duhet të shpenzosh shumë minuta, orë për të shkuar nga një lokacion në një lokacion tjetër. Është një nga arsyet që kam marrë këtë biçikletë. Është gjysë elektrike, po themi, sepse ka dhe pedale, është biçikletë që është një nga metodat ose mënyrat më të mira ekologjike që unë pash në internet, ndaj dhe mora këtë model të biçikletës. Sepse edhe nëse të le bateria, gjë që nuk ndodh, sepse unë nuk është se e përdor jashtë masë biçikletën thjesht. Me besoni, bëj vetëm këto videot që ju shihni ndonjëherë dhe biçikleta mbyllet dhe kaq. Edhe kisha kohë që nuk isha nxjerr, pothuajse një muaj që u kam realizuar vitin e fundit të Tiranës, një muaj e gjysmë sa ka, nuk e kisha nxjerr herë tjetër biçikletën. Këtu është një pamje e bukur që doja t'ua tregoja, sepse janë këto reflekset e ujit me ndërtesat këtu. Dhe vërtet duket bukur, është e pamje shumë e bukur. Sepse kemi malin sipër, gjelbërimin, diçka që më pëlqen. Këtu tani kjo, çfarë do të bëhet nuk e di. Shpresoj që të jetë diçka publike. Nëse është diçka private, pastaj do të vendoset një derë aty dhe do të futen vetëm ata që do të konsumojnë pije apo ushqim. Me sa shoh këto pishat që janë vendosur këtu, kam përshtypjen që kanë marrë fund. Ndoshta avojt e detit i kanë dëmtuar ose temperaturat që ndryshojnë. Por disa prej tyre pash që kishin marrë fund. Ndoshta palma do të ishin zgjidhja, jo këto pishat. Nuk e durojnë do të pishat, ndoshta kripen ose jodin apo avujt e detit. Nuk e kam idenë, po them tani me hamendje, me hamendësim. Se kisha parë Vlorë kur kaq të qetë, e besoni, kam bërë shumë video këtu në Vlorë, por kaq të qetë nuk kisha parë. Për shembull këtu në këtë zonë këtu gjithmonë kam parë njerëz, edhe në periudha të tjera të vitit, ndërsa sot, siç po e shihni edhe vetë, nuk ka asnjë person, asnjë njeri. Gjithsesi është bukur sepse do t'u shfaq pamjet duke ecur tani në këmbë. Pra kjo pjesë këtu është një formë pedonale, po them, një shëndetore, ku njerëzit mund të shohin Bregdetin pa kaluar në tunel. Ky
Kjo ndërtesa këtu në Shkëmb, çfarë mund të jetë? A ma thot kush? Çfarë mund të jetë kjo ndërtesa këtu? Mund të jetë ndonjë dalje emergjente nga tuneli, por tuneli ka distancë shumë të shkurtër, kështu që nuk ka shumë logjik. Ka një dritare aty. Ndërtesë nuk mund të quhet, por është një vend strehin. E çuditshme. Edhe nëse hyhet, këtu nuk ke ku hyn, ku futesh. Tani ose kur janë bërë punimet janë hequr shkallët, mbase mund të ketë patur shkallë lidhëse aty, ose nëse ka ndonjë hyrje nga brendësia e tunelit dhe futesh brenda dhe po quaj jeton dikush këtu apo nuk jeton. Nuk kam ide, shumë e habitshme, por po shoh që ka televizor brenda. Nuk dini se shihni ju? E shihni? Ka televizor brenda. Pra pas ka njerëz, pas ka banor. Nuk dini se arrini ta shihni që ka një televizor dhe brenda. Pra kam përshtypjen që do të jetë një familje që banon këtu. Po ku hyn, ku del, ku është porta. Mendohet që kjo shëndetore do të shkojë deri në Orikum. Nuk e di se sa kanë ecur punimet. Mbase kur të ngrohet pak koha, do të bëjmë një video ku do të nisim udhëtimin tonë nga Vlora deri në Orikum. Edhe do ta shohim të gjithë këtë interior në mënyrë të bicikletës. Do të jetë shumë argëtuese për mua, por do ta bëj pasi të ngrohet pak koha. Jo tani. Pra pak a shumë ka marrë formë kjo pjesë e shëndetores. Të paktën për aq sa shohim deri këtu dhe është diçka e mirë, diçka e bukur. Mirë për 20 vjetë këto janë pamjetur nga Vlora. Shpresoj që të duken pamjet bukura dhe të argëtoheni me këto imazhe që po ju përcjell këtu nga qyteti i Vlorës. Çudia ime ishte kjo ndërtesë që ishte aty afër tek tuneli i Ujit Ftohtë, ose pothuajse e integruar në brendësitë të tunelit të Ujit Ftohtë, por nuk e di se çfarë është ndonjë banesë, apo thjesht mund të jetë dikush që ruan, po them, tunelin, apo punonjës që kanë merren pra me menaxhimin e po quajmë tunelit, sepse nuk është ndonjë tunel shumë i madh, është një distancë shumë e shkurtër e tunelit, por kam përshtypjen që ishin banorë që banonin aty. Mirë, atëherë unë mendoj që tani të bëj një video të drejt për drejt, sepse për shikuesit që na ndjekin këtu nëpërmjet videove tona, shpeshherë aplikojmë dhe transmetimet e drejt për drejta, kështu që po bëj një ndërprerje të shkurtër, ju do ta shihni pamjen e lidhur sepse kjo video është edituar. Dhe po futem disa minuta në transmetim të drejt për drejt për shikuesit që na ndjekin rregullisht. Kështu që mos nguroni të klikoni butonin subscribe dhe tek shenja e ziles, është një shenjë në formën e ziles. Në këtë mënyrë, kur futemi live, ju do të merrni një njoftim që Albert Videomaker u fut në transmetim të drejt për drejt. Kështu që nëse nuk keni bërë diçka të tillë, çfarë prisni akoma? Klikoni butonin subscribe. Ja u kam ardhur tek institucioni i bashkisë. Dhe tashmë do të shohim edhe dekorin e dritave këtu në qytetin e Vlorës. Sapo kam mbyllur edhe live streamin, një video të drejt për drejt të cilën e shfaqja për ndjekësit këtu në YouTube nëpërmjet kanalit ton. Dhe tani po ju shfaq pamjet e dekorit të festave këtu në Vlorë. Ka që është vendosur këtu para bashkisë, postohemi tek qendra historike e qytetit. Atëherë vazhdojmë eksplorojmë pjesë të tjera të qytetit. Tani jam shumë afër qendrës historike dhe do doja t'ju shfaqja disa pamje aty. Tu jenë se për çdo vit ajo zonë bëhet shumë e bukur me dekor festash.
Të shohim se çfarë pamjesh na dhuron këtë vit. Kjo është edhe qendra historike e qytetit, këtu në Vlorë. Është një nga zonat më të bukura të qytetit të Vlorës. Ndaj gjithmonë që vi këtu, ju pasyroj pamje nga kjo zonë. Normalisht tani është shumë e qetë këtu jashtë, sepse temperatura është ullur jashtë mase tani, ndryshe nga ajo temperaturë që kemi patur gjatë pasdites, tani mbrëmja është shumë e freskët. Është shumë freskët dhe normalisht ka pak njerëz në lëvizje. Duket paka shumë dekori që ka qenë edhe vitet e tjera, para shumë është i njëjti dekor ose mund të them të më pak. Ndoshta mund të duket edhe më pak dekor se vitet e kaluara. Të paktën ky është perceptimi im. Pra këtë tunel kështu, këtë formën e këtij tuneli e kemi parë pothuajse për çdo vit. Ndoshta ka patur edhe më shumë drita. Ndërsa pjesa tjetër në krahun e dias, nuk e di se çfarë dekori ka. Ja ta shohim nëpërmjet videos. Pothuajse asgjë. Mendoj që të shkojmë në rrugë të tjera të qytetit. Base mund të ketë gjëra më interesante diku tjetër. Është shumë e bukur, me të vërtet, është shumë e bukur kjo lagje. Është një vlerë për qytetin e Vlorës. Mi pa atëherë mendoj të më mirë të ecim si me bicikletë, sepse dua të shkoj më shpejt tek zonat e tjera. Është me pak njerëz Vlora sot. Dhe gjatë mbrëmjes tani shoh me pak lëvizje. Sepse u freskua shumë, freskua është mase koha. Bë shumë ftohtë. Tani dalim tek sheshi i Flamurit. Ky është edhe dekori këtu tek sheshi i Flamurit. Duket shumë minimalist. Shumë pak dekor, por edhe shumë pak njerëz normalisht. Ndërkohë edhe logo e DBS të Gjashës është kjo këtu në Vlorë. Kaq. Ecim dhe i drejtohemi shtetores Ismail Qemali, aty ku është edhe pema e vitit të ri, e Krishtlindjeve. Deri tani nuk kam parë shtëpiza, siç jam vendosur dhe herë tjera këtu në Vlorë, shtëpiza Krishtlindjesh, Christmas Market. Nuk dini se do të ketë pak më tutje, por të shohim.
Këtu afër kemi edhe pemën e Krishtlindjeve dhe vitit të ri. Të shohim se si duket ajo këtu në qytetin e Vlorës. Për gjatë qytetit nuk është se kam parë ndonjë dekor shumë të madh ose një dekor është se çfarë, por me sa kam vënë re, kjo është pjesa ku janë vendosur të gjitha dritat e festa, janë fokusuar në këtë zonë këtu. Mund të shihni pamjet në vazhdimsi me një muzikë relaksuese. U largova nga e zona aty, ishte një zhurmë e paparë, me besoni, ishte një zhurmë, një DJ aty, kishte 10 bokse aty, dhe nuk e keni idenë se çfarë zhurmë, as në dasëm jo ashtu. Imagjinojnë në këto lokalet që përdorin shumë muzikë të lartë, por kjo është situata, nuk mund të shfaqja pamjet me zhurmat origjinale të ambientit, sepse ishte aq e fortë muzika sa ishte një zhurmë gricëse që nuk e kisha vënë re kurrë. Për mua, për këtë vit, nuk është se ka ndonjë ndriçim shumë të bukur Vlora, ose një ndriçim për të theksuar. Është shumë minimalist, shumë i thjesht. Duket si ditë normale, domethënë, ditë normale e Timri. Ndërsa pjesa tjetër e shëndetores, kjo këtu të paktën ka disa drita në formë vertikale nëse i vini re. Ato rrepët kanë disa drita të vogla kështu vertikalisht. Nësa pjesa tjetër e shëndetores në lungomare nuk kishte asnjë dritë. Sepse kur erdha tani që bëra vitin e ndërpërdrejt, e pashë dhe nuk kishte ndriçim apo dekor festash. Mirë, për mjetëmi, atëherë unë po mbyll vitin sepse nuk është se kam diçka interesante për të treguar për dekorin e festave, nuk e prisja këtu në Vlorë që të ishte kaq minimal, por ky është dekori i festave dhe kaq mund t'ju shfaq nëpërmjet videos
së regjistruar këtu nga qyteti i bukur i Vlorës. Shpresoj që njerëz të tjerë të shohin videon e drejt për drejt ku kam pasqyruar dekorin e festave këtu në Vlorë. Videon e keni tek videot e tjera që janë të radhitura tek kategoria e videove live stream këtu nga qyteti i Vlorës. Atëherë po ju përshëndes nga Vlora, natën e mirë dhe kalofshi bukur. Dhe gëzuar festat të gjithëve, shpresoj që të shihemi shumë shpejt në një video tjetër, në një qytet tjetër të Shqipërisë. Natën e mirë, kalofshi bukur.